dorëheqje. Edi Rama pasi na kërcënoi, pasi na akuzoi, nxorri ushtarët e tij për të akuzuar edhe vllajën e tij shpirtëror. Dhe ne qeshëm, me thënë drejtën, sepse për qeshur ishte ajo situatë. Javën e fundit ka filluar të riserviri këtë vllajën që sjell sa herë duhet, sa herë ka ngelur pas një mbështetje dhe po na nxjerr foto e po na nxjerr shpifje poshtë e përpjet. Por ai nuk kupton një gjë, që në këtë shesh ne jemi për Shqipërinë dhe askujt nuk janë ndjen për askënd që ai sjell këtu për të shitur copat Shqipërisë dhe askujt këtu nuk janë ndjen se qa pazarit bën ai, sepse ne kemi vendosur ta shporim atë dhe këtë do ai sjell për të shitur Shqipërinë. Ne jemi këtu se duam një Shqipëri të re, se duam një Shqipëri të denjë për fëmijët tanë. Dhe ne këtë Shqipëri të re do ta bëjmë. Do ta bëjmë pa klikën politike të tyre 35 viteve. Ne do ta rrëzojmë diktaturën e Pares Pisot dhe do ndërtojmë një Shqipëri që ne dhe fëmijët tanë t'i themi me ballin lart, Shqipëri të duam! Dhe të vetin ndaloj tentativat për ta përçarë këtë shesh, sepse ka 2 muaj e gjys që bën çmos që ti ta përçaj, por e ka të kot. Një këta njerëz këtu, që janë njerëzit më të mrekullueshëm këtij qyteti dhe kësaj Shqipërie, nuk përçahen dhe nuk ikin prej këtu derisa ti të largohesh. Dua që bashkë me mua t'ja kujtojmë edhe një herë se këtyre ju erdhi fundi! 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 Mirëmbrëma të gjithëve. Sot jemi këtu për Shqipërinë, jemi këtu për tokën, për natyrën, për të drejtën dhe për dinjitetin tonë. Por sot kemi dhe një arsye më shumë për të ngritur zërin. Sot është përvjetori i ndarjes së jetës